gjykatës së Janinës të 2004-s, vendimi cili ka shpallur mos kompetencën. Dhe ky është një vendim në fakt që duhet vinte në lëvizje si prokurorinë e përgjithshme, ashtu dhe Ministrinë e Drejtësisë. Për sa kohë që ky vendim thonte, unë nuk mund të shprehem për vendimin e dobimit, për sa kohë që këtë vendim e ka dhënë gjykata e Janinës. Pra, sepse është bërë një ankimim, duke treguar që Irena me 3.000 emra ka dieni të plot për këtë debim, nga ana tjetër, gjykata e Athinës, administrativja, flasim gjithmonë për gjykatat administrative, duhet kuptoj publiku, jo penalja, vendimi i bërë publik nga zoti Berisha është vendim penal. Pra është dënuar për falsifikim, ndërsa vendimi i dëbimit në këto shtete merret nga gjykatat administrative. Dhe prandaj dhe Irena me 3.000 emra e ka ankimuar në gjykatën e apelit, për cilën është dhe rrëzuar, është dhe refuzuar. Ndërkohë, është një shkresë aty, është shkresa e fundit, me sa mbaj mend është 24 prill 2025, që më ka ardhur nga prokuroria e përgjithshme. Me shkresat edhe një herë. Ju lutem, po na ndihmuat pak, pra kjo, zmadhojeni pa jo. Këtë po ta hapim, është lehtësisht e dukshme që vjen nga prokuroria e Athinës. Pra, është e dukshme që nuk ka lidhje me Janinën. Pra, me atë çfarë ne kemi kërkuar dhe i kemi thënë prokurorisë përgjithshme të filloj një hetim disiplinar. Një shkresë tjetër, jo kjo është ajo ku tregohet se lëvizin gjitha shkresat. Do doja shumë edhe për publikun, po ta shikoni në fund, thuhet mirëpresim informacionin tuaj, sepse afati i përfundimit të hetimeve është data 8 maj, pra data sot. Ndërkohë që kjo shkresa pas ka ardhur e pastër, dhe ndërkohë nëse ne nuk do ta kishim informuar prokurorin prit se ju drejtimin e kërkimit informacionit nga Ministria e Drejtësisë e keni të gabuar, që me ardhën e këtij informacioni, se ka ardhur me 23 janar të 2025-s. Pse nuk është mbyll hetimi? Që të dilte prokuroria me një vendim dhe thonte, ja, shikojni, Irena Gjoka Spata Maneku nuk ka asnjë vendim. Ndërkohë, pse vet Irena Spata Maneku Gjoka nuk doli që në janar dhe thonte, akuzat që më ngre Sali Berisha, Adriana Kalaja, PD-ja, kush të donte, janë të pabazuara, ja ku i kam unë vendimet. Por, priti që të dali zoti Berisha, me një vendim penal që është i ndryshëm nga ky, pra këtë duhet të di publiku. Ka 2 vendime kundra Irena Gjokës dhe e cila ka refuzuar të mos i deklaroj. Dhe duke refuzuar të mos i deklaroj, ka shkelur 2 ligje shumë të rëndësishme. Ligji i dekriminalizimit, që e ka kusht nëse thot në një pikë të caktuar, nëse je dëbuar në ndonjë vend europian apo më tej. Dhe e ka deklaruar jo. Nga ana tjetër, ligji thot edhe nëse je dënuar me një vendim të formës prerë, siç është edhe ky rasti, por nga ana tjetër, mos deklarimi i këtyre të 2 vendimeve në deklaratën e dekriminalizimit bën që Irena me 3 emra të konsumoj dhe veprat penale nga falsifikimi i dokumentave, i stampave, vulave, shpërdorimi i detyrës e deri tek mos deklarimi apo refuzimi për të deklaruar. Në këtë kuptim, 2 pyetje unë kam bërë 3, po 2 pyetje shumë të qëndësishme ja kam bërë dje për para spakut, sepse ne dje për para spakut ka shumë rëndësi të tregojmë për para publikut çfarë kemi patur qëllim që kemi shkuar dje në spak. Kemi kërkuar rishikimin e vendimit të KPA-s që Irena me 3.000 emra ka kaluar vetingun, pasi ligji i vetingut ka patur 3 shtylla kryesore në kalimin apo jo të një gjyqtari në veting. Ka qenë pasuria, integriteti i figurës, ose pastërtia e figurës, dhe aftësia profesionale. Pra, ne shikojmë direkt që vetëm me këto 2 vendime
që në 2016 Irena me 3 mbiemra ka shkelur ligjin dhe nuk mund të plotësonte kriteret për qenë pjesë e sistemit gjyqësor. Nga ana tjetër, ku i mori Irena me 3 mbiemra këto prova? Sepse e thot prokuroria, deri më sot prokuroria ka qenë në hetim dhe ligji thot që nuk del asnjë dokument nga dosja nëse është në proces hetimi apo verifikimi. Ju thot dokumentin që Gjykata e Athinës ka kthyer përgjigje për këtë dokument e keni? Ne kemi sepse ne jemi palë kërkuese. Po, ju thonë që Gjoka nuk mund ta kishte. Nuk mund ta ketë pa u marrë vendim nga prokuroria e përgjithshme, qoftë negativ, qoftë pozitiv. Ndërkohë sot që unë shkova ke prokuroria e përgjithshme, që depozitova vendimin penal dhe disa të dhëna për vendimin administrativ, mu konfirmua nga prokuroria përgjithshme që Irena me 3 mbiemra, megjithëse ndodhet e smurën dhe nuk ka shparaqitur në punë, sot ka bërë një kërkesë në prokurorinë e përgjithshme për t'u vënë në dispozicion këto dokumenta. Pra, ajo ditën e hënë i pasqyroi tek BIR, sot thot që unë po i kërkoj prokurorisë. Nga ana tjetër, hajde të kthehemi pak ka ajo prokura. Për cilën ne në fakt për të gjitha këto po përgatisim kallëzimin penal dhe ditën e premte do ta depozitojmë në SPAT. Po, çfarë tregon prokurora? Procura ka lidhje me gjyqin apo jo? Procura ka lidhje me çështjen e ekspulsit. Po, me çështjen bazë fakt. 2002 është çështja